Namazi i Fitër Bajramit në Fier mblodhi qindra besimtar në sheshin qendror. Falja u bën orën 6:30 dhe u pasua me ligjëratat përkatëse nga muftiu Mikel Azizolli dhe imami i xhamisë së Libofshës Albert Kanani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Besimtarët nga zona rurale morën pjesë në faljen e namazit të Fitër Bajramit. Imami i xhamisë rreth Libofshës Albert Kanani tha se muaji i Ramazanit i bën besimtarët më të ndjeshëm dhe të devotshëm. Dita e parë e Fitër Bajramit shënon festën më të madhe për muslimanët. Pas agjërimit, besimtarët durojnë sadakan e fitrit, pako me ushqime për familjet në nevojë. Qëllimi është që Bajrami të festohet edhe në familjet e varfra, kurse për agjëruesit kjo babërsi përmbyll detyrimet e muajit të shenjtë. Në xhamitë e Fierit këtë Bajram u shpërndan ushqime për 2000 familje në nevojë. Ky është kontributi që organizuan nga Myftinia e Fierit, por besimtarë të tjerë dhuruan në mënyrë individuale duke ndihmuar qindra familje në nevojë. Sadaka e fitrit në thelb është mesazhi kryesor i muajit të Ramazanit, ndaj dhe festa quhet Fitër Bajram. Allahu alaihi wasallam, paqja dhe bekimet e Zotit gjithësisë qofshin mbi atë, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë ata besimtarë që pasojnë rrugën e tij të drejtë. Të nderuar besimtar, është kënaqësi e madhe që sot në këtë ditë, në këtë shesh që është mbushur me një mbushje kaq madhështore, kaq sublime, me një ardhje të vullnetshme nga gjithë secili prej nesh, për vetë një gjë, vetëm për të madhëruar Zotin e botëve. Kaluam një muaj plot sakrificë, plot bindje, sinqeritet, plot madhështi për shpirtin e gjithë secilit prej nesh, që ne madhëruam Zotin e botëve, e rregulluam brendin ton, gjendjen ton shpirtërore, kaluam një muaj sakrifice dhe u afruam më shumti me Zotin e botëve. Dhe ardhja gjithë secilit prej nesh sot tregon besimin që ka gjithë secili në zemër për Zotin e gjithësisë. Dhe kjo është një shenjë e madhe që çdo njeri që ka ardhur sot është njeriu mirë, është njeri që beson Zotin dhe bën punë të mira. Kaluam një muaj plot mirësi, përjetime shumë të bukura që gjithë secili kush agjëroi e di shumë mirë çfarë ka përjetuar në këtë muaj të gat. Ne sot e kujtojmë shumë mirë ajetin e Zotit gjithësisë që thotë: "Ka bën obligim agjërimin siç ka bën popujve të tjerë më parshëm, me shpresën që ata të bëhen më të devotshëm që t'i friksohen Zotit gjithësisë." Dhe pikërisht kur ne jemi afruar me Zotin, kur ne i dham përparësi gjendjes tonë shpirtërore dhe mposhtë materiale në këtë jetë, në dinamikën e jetës në cilën ne jetojmë, ne u afruam më shumti me Zotin e gjithësisë. Ne kuptuam që adhurimi i Zotit e zbukuron jetën tonë. Nuk e ngarkon jetën tonë, por adhurimi dhe nënshtrimi ndaj Zotit gjithësisë e mban njeriu në ekuilibra të natyrshëm siç e ka krijuar Zoti i gjithësisë. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë nuk i kam krijuar gjindët edhe njerëzit vetëm se të më adhurojnë mua, thot Zoti i gjithësisë. Dhe kjo është detyra më sublime që bën njeriu në këtë botë të përkohshme, është që të adhurojë Zotin e gjithësisë, që është i gjalli, i përjetshëm, që nuk vdes asnjëherë dhe na jep gjithmonë vetëm të mira në jetën tonë. Dhe adhurimi vetëm se zbukuron jetën e kësaj bote për qenien njerëzore. Prandaj adhurimi është i lehtë, e zbukuron dhe lehtëson barrën që ka mbi supë njeriu. Njeriu është qenie e dobët dhe adhurimi e lehtëson çdo barr që njeriu e ngarkon veten në këtë botë të përkohshme. Kjo jetë është kalimtare, është e përkohshme dhe ne do të largohemi një ditë nga kjo botë e përkohshme. Prandaj duhet të rregullojmë raportin me Zotin e gjithësisë në çdo ditë të jetës. Zoti i gjithësisë na tregoi një model që ne të dimë si të përballemi me provat e jetës. Dhe modeli është që ne të adhurojmë Zotin e gjithësisë, ne të largohemi nga vecet e këqija, të largohemi nga punët e liga dhe të jemi më afër Zotit të botëve, Allahut, krijuesit të botëve, krijuesit të Zotit, ai është Zoti i gjithësisë. Një jetë e disiplinuar, një jetë me rregulla, që ne u larguam nga gjërat që Zoti i ka ndaluar dhe ishim afër gjërave që Zoti i ka bërë të lejuara, në fakt na zbukuruan jetën tonë dhe ne ishim më të qetë. Ne ishim njerëz më human. Gjendja jonë shpirtërore u qetësua disi sepse për vetë faktin ne shkuam
pranë madhështisë së Zotit gjithësisë, e ulëm egon ton dhe u lartësuam, dhe njeriu kur e ul egon e tij, ai lartësohet, dhe ka mposhtur materialen, ai e lartëson gjendjen e tij shpirtërore të nderuar besimtar. I uroj gjithë vëllezërit dhe motrat besimtarë dhe besimtare agjërim pranueshëm. Lut Zotin për gjithë bashkëkombësit e mi dhe vëllezërit dhe motrat, begati, mirësi, paqe, dashuri dhe mirësi në të gjithë jetën tuaj, familjen tuaj dhe kudo që ndodheni, Zoti ju begatoft me të gjithë mirat.